Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 5, data 5 qershor të 2025. Duket se është një ditë mjaft e rëndësishme në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me punën dhe stabilizimin. Duket se afërdita në dash që formon një gjashtkëndësh me Jupiterin në binjak, një kënd veçanërisht shumë pozitiv që sjell në dashuri, në marrëveshje profesionale, çdo gjë që lidhet me punën, lidhet me çështjet e udhëtimeve dhe gjërave të tjera. Dita ka në vetvete dhe një trakëndër që bën hëna me diellin, përsa përket një ditë shumë e rëndësishme dhe e veçantë e këtij viti, që lidhet shumë me zyrtarizimin e marrëdhënieve, dasma për shembull, për një dasmë, për një fejesë, për një diçka në mes njerëzve të njohurit të këtë lidhje serioze. Dhe jo vetëm kaq. Përfitojnë shumë të shenjës së dashit peshorja, binjakët, shigjetari, luani, ujori të 10 diçit të tretë, ose ata që kanë ascendente në këto shenja. Pra është mjaft pozitive dhe si ditë, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse pikërisht kjo ditë është dita shumë e mirë e mbar, mund thosha, në çështjet e punës, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshime të mëdha. Tani, para se fillojmë me parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 5, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe në kërkim të parashikimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkoni atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi paketat që astrologo.al ofron. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria ose duke zgjedhur dhe shikoni cila paket ju pëlqen më tepër dhe kush është ajo që juve ju përshtatet për sa i përket gjërave që juve doni, dhe duke bler paketën dhe duke shkuar tek sekretaria, që shkoni atje, pastaj jeni gati për të folur bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube dhe dëshironi ta dërgoni mesazhin dhe të merrni live përgjigjen, kemi këtë butonin këtu, e klikoni, duke e klikuar gjithçka, jeni gati pastaj për ta dërguar dhe për të marrë live përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa përket shenjës së dashit, meqenëse shenjës së dashit kanë pasur shumë ndryshime, vendime, mundësira, çështje të rëndësishme për sa përket anës ekonomike, për sa përket çështjeve të mëdha që ju keni në lidhje me bizneset, në lidhje me ndryshime të mëdha që mund keni, apo çështje të tjera, që është një mundësi shumë e mirë dhe është tepër pozitive mbi zgjidhjen dhe ndikime të mëdha që do të keni tani tutje, sepse është një periudhë shumë e mirë për zgjidhje të problemeve në fushën e biznesit. Prandaj është dita shumë e mirë për firmosje kontratash në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore, është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës e demit. Çfarë ndodh në shenjën e demit, edhe ku demët nisin një rrugtim të ri në fushën e karrierës. Dhe diçi i tretë është shumë i favorizuar në lidhje me ndikime të mëdha që ka të bëjnë me punën e tyre dhe perspektivën në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me virgjëresh dhe me ujor janë shumë pozitive, por një kujdes do bëjnë me ujor, sepse mund të kenë grindje. Dashuria duket se lidhjet të jashtme, do thosha unë, në lidhje me bashkim familjar, sepse dashuria ka të bëjë shumë dhe me lidhjet familjare, që do thot me virgjëresh të diçit të tretë, edhe pse janë të një shenje, pra kanë të bëjnë shumë me ndikimin e shenjës së tokës, kanë favorizime të mëdha. Vijojmë tek shenja e radhës, që është shenja e binjakëve. Për binjakët, meqenëse binjakët tani kanë mundësi dhe janë shumë të rëndësishëm në lidhje me anën ekonomike, lidhje me financat, lidhje me disa takime. Edhe juve të kësaj shenje, meqenëse futeni tek klubi i përfitimeve, keni të bëni me i kontratë, keni të bëni me i firmosje kontrate shumë të rëndësishme, dhe është një moment tani që mund ta realizoni. E realizoni siç juve dëshironi, sepse mjaft keni vuajtur dhe shumë gjëra të tjera
që do të ndikojnë dhe do të realizoni juve të kësaj shenje, sepse është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Mundësit janë të mëdha dhe koha ka treguar që ju jeni me shumë fat në këtë drejtim, por meqense çështjet ekonomike financiare në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa vendime të rëndësishme që mund të merrni, vendime të rëndësishme, këto janë domethënë çështje kohe, por nuk ka diçka për t'u shqetësuar, sepse juve e keni kohën tuaj, keni mundësitë tuaja për të nisur diçka të re dhe këtë e bëni. Me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshk dhe me briqap janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që është gaforia. Për sa përket shenjës së gaforeve, për gaforet në fakt është një periudhë, kjo nuk mund quhet periudhë problematike, as periudhë domethënë që nuk rregullohen ose nuk stabilizohen gjërat ose ka probleme. Quhet një periudhë mjaft e mirë, një periudhë që na jep kohën dhe mundësinë neve ta realizojmë diçka që duam dhe e realizojmë siç duam ne. Mundësitë janë shumë të mëdha në lidhje me punën tonë, sepse një shenjë uji ka një ndikim shumë të madh në fushën e kontratave të punës, të ndryshimeve, të vendimeve dhe të mundësive të arta. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me akrep dhe me dem duket më para. Vijojmë tek shenja e radhës, që është luani. Për sa i përket shenjës së luanëve, luanët janë mjaft të dhënë mbas çështjeve financave ekonomike, mbas gjërave të mëdha, në lidhje me punën, në lidhje me karrierën, në lidhje me ndryshimin, në lidhje me vendimin të madh që keni, por tani në këtë periudhë është një periudhë shumë e rëndësishme për karrierën, e rëndësishme për vendimet që do të merrni në anën tuaj dhe kjo ka të bëjnë me çështjet e ekonomisë së stabilizimit. Por në anën tjetër, edhe pse me disa problematika të vogla, edhe pse keni pasur probleme nga më të ndryshmet, por i keni zgjidhur, sepse është një moment shumë i mirë tani në lidhje me punën tuaj aktuale, kjo lidhet shumë edhe me ndryshimet të mëdha që keni, por dhe një moment mjaft i mirë, stabilizues, konkretizues në lidhje me punën dhe me karrierën. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me binjak dhe diçit parë, me peshk dhe diçit tretë, është perfekte, pak vëmendje me binjak dhe diçit tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është virgjëreshja. Për sa i përket virgjëreshjave, virgjëresha të duket se shumë gjëra ka të bëjnë me punën, me kohën, me ndryshimin, shumë gjëra kanë të bëjnë me ekonominë, stabilizimin. Por një moment i artë që është tani, është një kohë shumë e mirë, është një kohë shumë pozitive dhe rrallë herë qëllon që mund të gaboni, por janë numërohen në majtë gishteve. Një moment që keni tani është një kohë shumë e përshtatshme, një stabilizim financiar, një ndryshim i madh që keni dhe koha ka treguar që jeni me shumë fat në aspektin e punës suaj, të karrierës suaj dhe të ndryshimit të madh. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me gaforet e dhjetëdiçit të parë dhe me bricapet e dhjetëdiçit të tretë që është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Për sa përket shenjës së peshoreve, mundësitë i keni, edhe pse mund të mos jetë ajo çka prisni, por është diçka shumë e mirë tani, sepse juve i keni të gjitha mundësitë dhjetëdiçit dytë një herë, është shumë i favorizuar në anën e financave, sepse tani në këtë periudhë ka qenë mjaft i dhënë mbas çështjeve ekonomike financiare, tani i ka realizuar disi dhe i ka stabilizuar dhe është një mundësi shumë e mirë tani për stabilizuar ekonominë tuaj, për të arritur atë që dëshironi, sepse edhe juve si shenjari që jeni, keni përfitimet në këtë ditë, prandaj bini pas në një kontratë, në një bisedim shumë të rëndësishëm se do t'ja vlerë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me luan dhe me binjak duket më parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është akrepi. Për sa i përket akrepëve, akrepët duket se keni disa mundësi të mira, stabilizuese në lidhje me ekonominë. Marrë vendime të rëndësishme, kjo është koha tani. Koha tregon që jeni me fat dhe i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet e mëdha ekonomike financiare në lidhje me biznesin. Një moment shumë i mirë që është tani
është momenti i karrierës, i stabilizimit dhe i vazhdimësisë, sepse ka të bëjnë edhe me anën ekonomike dhe financë, ka të bëjnë edhe me ndryshimet e mëdha që do të keni, dhe është një moment mjaft pozitiv. Ndikimet dhe favorizimet që keni të bëni juve të kësaj shenje, është momenti i duhur në lidhje me çështjet e blerjeve, sepse është koha, kjo ditë është një ditë e veçantë, që mund t'ju ndihmojnë për të stabilizuar ekonominë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë parë, ujor të 10 ditë është perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shigjetari. Për sa i përket shigjetarëve, shigjetarët në momentin që kanë për shembull në lidhje me punën ose me ndryshimin që ata duan të bëjnë në anën e karrierës, është një moment tani, është një moment që vërtet është një kohë shumë e përshtatshme. Vërtet i keni mundësitë për të zgjidhur çdo lloj problemi që do keni pasur. Një moment që keni tani është një moment që mund të keni edhe çështjet e punës, edhe çështjet e karrierës, edhe të vazhdimësisë. Por tani vjen momenti i stabilizimeve në këtë drejtim. Edhe pse disa problematika të vogla në fushën e ekonomisë dhe të karrierës suaj, po vjen një moment tani që e rregulloni dhe stabilizoni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm, me akrep, duken të para. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë bricapët. Për sa përket bricapëve, duket se kjo periudhë është periudhë e mirë edhe mundësisë që do t'i jepen në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit, sepse biznesi ka të bëjë shumë edhe me ndryshimet, dhe lidhet me ndryshimet e punës suaj, lidhet me anën e pozicionimit të planeteve. Kjo është një periudhë shumë e mirë në bisedime dhe në koreksi, kurse në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet më afatgjatë, do thosha unë, kanë bënë janë shenja në anën e dashurisë, ka të bëjnë lidhjet me dashët e 10 ditë parë, me peshorët e 10 ditë është perfekta, bini pas, mos e lini pas dorë sepse mund ta humbisni shumë kollaj. Vijojmë tek shenja e radhës. Ja, ujorët. Për ujorët në fakt si shenja uji që jeni, është një mundësi tani edhe juve që keni diçin e tretë, në fund të diçit 2 fillimin e diçit 3, dhe keni mundësi, siç thash në fillim të emisionit, që përfitoni në këtë aspekt, bini pas, sepse është një kohë shumë e mirë dhe një kohë keni shumë në përshtatje të gjërave të mëdha, në periudhën e mirë që keni juve, dhe është kjo kohë, është ky moment mjaft i mirë, pozitiv dhe në lidhjet ekonomike financiare nuk e vë ndryshim, sepse është një mundësi shumë e mirë tani, është një kohë shumë e përshtatshme për stabilizimin ekonomiko-financiar, për stabilizimin e punës suaj, për stabilizimin e ndryshimit të madh që ju keni tani atutje, po është një moment shumë i mirë, i mbar. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm dhe me akrep të diçit të tretë është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës. Kjo shenja e peshqve. Për sa përket peshqve, peshqit duket se në këtë periudhë një mundësi që keni ose diçka që mund të rregulloni, se ju jeni rregullatori i gjithçkaje në anën ekonomike financiare, lidhje me çështjet e punës, lidhje me udhëtimet, lidhje me vendime që merrni, janë vendime shumë pozitive sepse do zgjidhni një problem, një ngërç ekonomik. Dhe kjo është diçka shumë e madhe për juve. Edhe pse me probleme, edhe pse keni pasur debate, gjëra, çështje të tilla, por kjo nuk ju pengon për të ecur përpara për ndryshimin e madh që keni, për mundësitë që do të jepen dhe koha që do të keni. Është mundësi shumë e mirë tani, në këtë periudhë, sepse është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, dhe me ndryshime të mëdha që do të keni tani atje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë me dëm dhe me akrep të diçit të tretë, është perfekte. Edhe pse jeni në harmoni me dëmin, por nganjëherë anashkaloni, kurse për jetën është me shigjetar të diçit të tretë, por është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar ose nisur një familje të re, ose ju që keni një njohje këndime serioze, e kështu me radhë, gjërat janë mjaft pozitive dhe në kohën tuaj. Këto ishin pak a shumë përsa përket pikërisht datës 5 qershor të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë, për juve që interesoni për bashkim të detajuar ditor, javor, mujor, vjetor, kemi pikërisht të faqen këtu. E klikoni, duke klikuar, e shikoni, pra është pikërisht kjo,
zgjidhni paketën tuaj atje për paketën që ju intereson dhe duke zgjedhur paketën tuaj, numrin për kartës të blerjes, shkoni tek sekretaria, aty pastaj mund të vendosni të dhënat, e dërgoni dhe pastaj flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Por juve që doni që çdo video që Astrologu Pikal ngarkon në YouTube, e dëshironi ta dëgjoni të parë, të shikoni të parë. Atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, ndiqni hapat me siguri atje, e keni parë dhe vetë se në kohë që jemi live, të gjithë mesazhet lexohen dhe duke lexuar mesazhin, juve merrni përgjigjen live. Në një rregulla, më të mirën ju uroj. Jesmira.